Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag nuk kanë ende një datë të përcaktuar për shpalljen e vendimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në një deklaratë për media, zëdhënësi Mikel Doili bëri të ditur se sipas rregullores vendimi supozohet të merret brenda 3 muajve nga përfundimi i deklaratave përmbyllëse që pritet të mbyllen me 30 janar. Ai shtoi se rregulloria parashikon edhe një mundësi shtesë për 2 muajsh në situatë të jashtëzakonshme ku gjykatësit duhet të japin arsyetim të posaçëm për shtyrjen e afatit. Hashim Thaçi, Kadri Vasili, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim që prej nëntorit të vitit 2020. Sipas akt akuzës, ata akuzohen për një sër veprash të rënda përfshirë vrasje në më shumë se 100 personave, mbajtje në paraburgim të palishëm dhe torturim të qindra viktimave gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Dokumenti i prokurorisë, i cilëson të akuzuarit si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që synonte marrjen dhe ushtrimin e kontrollit në territorin e Kosovës në çdo mjet, përfshirë eliminimin e kundërshtarëve politik apo atyre të perceptuar